Lëni t'ju informoj që dje me iniciativë të kryeministrit, ne në Ministrinë e Financave kemi përgatitur propozim vendimin për krijimin e një komisioni ekzekutiv që do të merret me trajtimin e faljes së borxheve deri më 31 dhjetor 2008. Kemi përcaktuar këtë datë sepse kjo është viti kur në Kosovë ka ndodhur ndryshime të mëdha, është shpallja e pavarësisë, është përfundimi i funksionimit të ligjeve të UNMIK-ut, është kushtituta e re, janë ligjet e reja që kanë filluar të funksionojnë atë kohë dhe po mendojmë që të bëjmë një prerje prej kësaj date e tutjet, kemi një fillim të ri për qytetarët në Kosovë, për të krijuar kushte më të mira për jetesë të gjithë qytetarëve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ne jemi të vetëdijshëm që ky vendim do i prek sidomos rastet sociale dhe familjet me të ardhurat të ulta, të cilat nuk kanë pas mundësi të kryejnë obligimet ndaj shtetit. Komisioni në afat për një muaj do dalë para qeverisë me propozimin se si të procedohet me tutje ky vendim dhe si të zbatohet në praktikë. Qëllimi i këtij vendimi do të jetë që të falen borxhet e të gjithë qytetarëve dhe bizneseve ndaj shtetit dhe ndaj ndërmarrjeve publike. Pra, këtu hyn borxhet që kanë qytetarët dhe bizneset ndaj ndërmarrjeve publike, ndaj energjisë, ndërmarrjeve të ujit, të mbeturinave, të ngrohjes, obligimet në tatim pronë, obligimet ndaj ATK-s edhe obligimet ndaj doganeve. Punë e komisionit dhe që të vlerësohen efektet e këtij vendimi dhe mbi gjitha komisioni do dalë me propozime për shkaqet që kanë çuar deri te kjo gjendje, pra deri te krijimi i këtyre borxheve të qytetarëve ndaj shtetit, dhe të propozoj reformën ligjore dhe reformën strukturore që duhet të ndodhin në Kosovë, që kjo gjendje të mos përsëritet më tutje. Kemi nevojë për një fillim të ri, si qeveri e re, me një program të ri qeverisjes, me një vizion komplet të ri për të ardhmen e vendit. Dëshirojmë të bëjmë një prerje që qytetarët të ndjejnë ndryshimin që ofron kjo qeverisje në Kosovë.